Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vllai i dashur Esmerald, vazhdojmë me një mësim të lehtë si hyrje e mirë në shkencën e tajwidit, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të na ndihmoje dhe që të na lehtësoje dhe ta bëje sa më të qartë edhe për juve, shikues të nderuar. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall e kemi rregullin al-qalqala. Ky rregull fonetik në shkencën e tajwidit ndodh kur vijnë 6 shkronja. Do thonë kjo ndodh vetëm se kur vijnë çdo shkronja, kur vjen kafi, ta, be, gjim edhe del. Dhe kur pasohen me sukun. Kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë del një tingull i qartë, i theksuar dhe i fortë, amo duke mos u shoqëru as me dhamme, as me u, as me fetha e as me kesra me i. Qysh i bjen kjo? Tek na e kemi një tingull që quhet ë. Do të thonë i shoqërohet me një kësifar tingulli. Edhe nxjerrja e germës. Nxjerrja e germës nga vend artikulimi. Do të thonë pjesët e vend artikulimit. Kur të shkputen, e lëshojnë një tingull, apo pa u shoqëru me dhamme, edhe njëherë, me kesra, apo me fetha. Në shembull, sepse siç thonë arabët, shembujt, e qartësojnë atë që më thonë me thonë. Kur vim tek shembujt, këto dietarët në këtë shkencë i kanë ndajt el-qalqale në 3 kategori. Një, kanë thonë, është e madhja, që është e fuqishme, el-qalqale, el-kubra, që është e fuqishme. Kjo kur vjen, kjo për shembull e kemi në Kur'an në surën El-Masad, tabat yada abi lahab wa tab. Këtu, do thonë kur është një teshtid në fund të fjalës, kur është një teshtid, atëherë, do thonë duhet të shtrengohet edhe të del ai çaj tingulli i qartë edhe i theksuar. Wa tab, për shembull. Përsëritë wa tab. Wa tab. Po, do të nuk gëzon as me e, më thonë të tabbe, apo tabbu, apo tabbi, po wa tab. A prayer. E shtrengon, do të thonë shumë fuqishëm, edhe e çet atë një farë tingulli, do të thonë që pason këtu, kur ndalet do të thonë në fund të shkronjës, pasi që do të thonë që i bën se ngon sukun. Shkalla e mesme, këto kanë thonë, është kur vjen në fund të fjalës, ama pa shtrëngim. Pa shtrëngim. Do në fund të fjalës, kur përfundon fjalia, apo kur përfundon fjala, ama pa shtrëngim. Si për shembull në surën El-Falaq, e kemi Qul a'udhu bi rabbil falaq. Në fund, falaq. Po. Ama thuje falaq. 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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق. فلق. فلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. 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 Po mirë. Për mi majtë shkronjat mend më mirë, do të thonë e kanë formuluar një fjalë, kanë thonë qutbu jed. Qutbu jed. Në kaf, ta, be, kur vinë këto shkronja, atëherë këtu bëhet qalqale. Po shumë e rëndësishme kjo. Behij. 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 Po, behij. Athaqib. 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 Jo shtrëngoje athaqib. 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 Muhita. Muhita. Po mirë. Edhe kanë thonë kategoria e ult, do thonë e vogël e qalqales, është kur në mes të fjalës, diku përmendet ndonjë shkronjë për këtyre shkronjave me sukun. Apo është në mes të fjalisë diku ku vazhdon. Pasi që kur ndalesh, do të thonë ajo ndihet shumë qartë, prandaj kanë thujt të madhe. Apo a kur
kur të vazhdon leximin, ajo nuk dihet shumë qartë sepse vazhdon me qetrën shkronjë. Po. Ajo si e mbulon pak. Për shembull, Ibrahim. Thuaj. Ibrahim. Yaqdirun. Yut'imu. Yubsirun. وتجعلون يدخلون لم يلد ولم يولد. Kjo e para është e vogla sepse po vazhdojmë. Edhe pse është në fund të shkronjës. Lem yelid wa lem yulad. Lem yelid ولم يولد. Po, pra në fund e kemi sikër me bashkangjit, me shoqëruar një farë ëje që kemi në gjuhën shqipe. Do thonë nuk bën që kjo mos të del në pa. Në tjera shkronja, germa, nuk lejohet që ky farë tingulli i qartë dhe i theksuar të ndihet. Për shembull, nuk lejohet me thonë Kule, disa e bëjnë këtë gabim. Kule huwallahu. Kule, kjo lëja nuk është për kalkales, për shkronja të kalkales. Po. Amo ku jene lema, a du me thonë me kalkale pa kalkale, lema. Pa kalkale. Po, pa kalkale, kjo në thonë gabim është me thonë që thash, lema. Nuk bon lema. Amo kun eb, për shumë Ibrahim duhet me mundi që ki farë tingulli i theksuar dhe i fuqishëm që pason pas sokunit. Që në gjuhën shqipe kemi, do të thonë, një vend shumë, që e zën një vend shumë të ngjajshëm është ëja. Në qartë. Kad, për shembull, kad. Aflaha. A me thonë dikush për shembull lema, gabim është. Lem. Për shembull njëherë pa ndodh, pa ta ndëgjuar një vëlla, nuk e kishim pas bo me dije, kur e lexoje kul huwallahu ahad, edhe këtë lame e të këtë kalkale. Kule. Për shumë, kule huwallahu, kjo gabim është. Kul, nuk gëzon me vazhdu mundi një tekst tjetër. Vesh mundar aty dush. Çdo shkronjë tjetër, ku t'jen me sukun, nuk lejohet me bu kalkale. Përveç se të qëto që janë kafi, taja, be, gjim, edhe del. Kutubu gjed. Kjo është, më thonë, një formë që mundesh me majtë në mend këtë rregull. Ar-raqib. Yaqtulun. A është e vogla e madhja? Yaqtulun. A është e vogla e madhja? Nëse ke fjalën për kën? Kalkalen. Po. Është e prej të vogli, sepse është në mes të fjalës. Është në mes, këtë desha me thonë. Yaqtulun. Po ishte në fund do ishte e madhja pastaj. Po. El-maw'ud është shkalla e mesme, sepse del është në fund. Po. Në surën El-Buruj që kemi shpesh, was-sama'i dhatil buruj, wal-yawmil maw'ud, wa shahidin wa mashhud. Është do të thonë shumë e rëndësishme që ta bëjmë këtë formë, ndërsa në çdo germ tjetër, nëse vjen me sukun nuk lejohet, do thonë me i bë kalkale, sepse është gabim. E qartë. Kaq, Allahu të rujt, Allahu ju nderoft të vëllezër të nderuar edhe jo përsëritni në këtë formë bashkë me neve, në mënyrë që shqiptimi i këtij rregulli të jetë sa më i qartë dhe sa më korrekt. Zoti ju rujt, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.